Marrëdhënia burr-grua mund të jetë universale, por një komedi italiane gjithsesi duhet përshtatur për publikun shqiptar. Sinfonia e Fatit vjen në Shqipëri për herë të parë dhe ekskluzivisht në Fier, me synimin e drejtorisë së artit për shfaqje cilësore. Një komedi ku aktorët janë lënë në lirshmëri për të sjellë tek publiku një realitet universal, thotë regjisorja Adriada Dervishi. Ka qenë një proces shumë i bukur, i veçantë, sfidues, por besoj që të pasurit në trup 3 aktorë kaq të mirë dhe tepër kreativ, siç është Olta Daku, Neritan Liçaj dhe Giuliano Brisku, mendoj që ka qenë një proces i cili ka ardhur natyrshëm në atë që ne donim të përcjellnim, lojrat e fatit, rastësia, absurditetin e marrëdhënieve në çift edhe vetmin e cila na çon pastaj në veprime jo shumë të menduara, por nga ana tjetër përfshin në një sër efekt pasojash, po themi, në një domino të madhe që sjell më pas atë që ne mund të themi që ne mund të bëjmë plane, po fati e di vetë rrugën e tij. Ishtë disiplinuar aktorët në interpretimin e tekstit? Po patën ndërhyrje? Ne kemi bërë në fakt një trajtim le të quajmë lirisht mbi tekstin, duke përpjekur që ta sjellim sa më të drejtë për drejtë dhe padyshim që të ketë mundësi të flasë publikut në cilin ai i vihet. Kështu që besoj që ka mbetur, le të themi, stili shumë i veçantë, një komedie disi absurde me nota thrilleri, por nga ana tjetër ka ardhur edhe me një natyrshmëri të një realiteti, pikërisht të këtyre marrëdhënieve që krijohen, dhe unë do thoja që patjetër që ka shumë nga gjetje të veçanta, të batutave të ndryshme që vijnë nga aktorët në momentet të saktuara, pa humbur asnjëherë të gjithë kontekstin e së tërës. Premierat e sezonit artistik të Teatrit Bylis, ku dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë prapavijën, stafin teknik për angazhimin dhe për kushtimin maksimal. Kalendari artistik i muajit nisi me Sinfonia e Fatit, e cila do të shfaqet edhe 2 net të tjera, me një kast aktorësh të njohur si Olta Daku, Neritan Liçaj dhe Giuliano Brisku. Shfaqja është pritur me duar turkitje nga publiku fierak. E sjell me shumë mjeshtri nga Adriada Dervishi dhe kemi edhe nesër natën e fundit dhe jam shumë e lumtur dhe shpresoj që nesër të vini përsëri, ju presim, po ju lë kolegun dhe partnerin. Po ne është premiera e parë në Fier, edhe është një partneritet që vjen me të tjera emocione dhe për ju në këtë rol? Po patjetër, gjithsesi prapë të vish në Fier është gjithmonë një mrekulli, edhe i falenderojmë që na dhanë mundësinë ta japim premierën këtu. Është gjithmonë bukur. Fier ka një spektator të mrekullueshëm, ka një teatr shumë të mirë dhe një grup pune shumë të mirë, kështu që është gjithmonë. Një komedi italiane që vjen si humorizi. Është përshtatur në çik për Shqipërinë që të bëhet edhe më e prekshme, edhe më konkrete, pasi shiko të dy shoqëritë në thelb të një problem kanë, gjithmonë marrëdhëniet burr-grua, e dini fare mirë, janë të përbotshme, nuk është se janë vetëm italiane, edhe shqiptare. Grotesk dhe krimi në familje? Nuk flitet për krim në familje, se kjo është grotesk, kjo presupozon një krim në familje që është një skerceto, le të themi, është një shaka, është ajo që thatë juve pak më parë, është komedi pak e zezë, por nuk është se ne nxisim krimin përkundrazi, ne themi që gjërat të tilla mund të sheshohen, në fund fare janë njerëz që e duan jetën. Vini në një rol me 3 aktorë profesionistë së bashku në një ritëm pandales. Fieri për juve? Për mua është kënaqësi që të ndaj skenën me 2 nga aktorët më të mirë shqiptar, Olta Daku dhe Neritan Liçaj. Sigurisht ritmi i shfaqjes është shumë i lartë, pavarësisht ajo që duket këtu është shumë pak, se mbrapa është një çmenduri që ne ndrohemi, është një katastrofë, është një shfaqje më vete, po themi, por rëndësi ka që publiku e pëlqeu shumë edhe i presim dhe nesër në shfaqjen e fundit në Fier. Giuliano, mendoni që ky humor grotesk që vjen nga një komedi italiane përkon me realitetin tonë? Nuk e di nëse përkon me realitetin tonë, ka sigurisht egoizmi është i gjithanshëm, është një simbolik, ose mund të themi është një ndjesi që e ka çdo njeri në mbar botën. Sigurisht, po këto janë dhe fenomene që ndodhin edhe në vendin tonë, patjetër. Gjatë muajit maj në Teatrin Bylis shfaqen 6 vepra, 5 prej të cilave janë premiera. Mes debutimeve të mëdhenjve të skenës për herë të parë agenda artistike, përfshin edhe shfaqjet e festivalit të të rinjve, duke pasuruar repertorin e shfaqjeve në teatr.